Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë që synon të kufizojë kompetencat e presidentit për ndërmarrjen e veprimeve ushtarake kundër Iranit pa autorizimin e Kongresit. Masa u miratua me 50 vota pro dhe 48 kundër, pasi disa senatorë republikanë u bashkuan demokratëve në mbështetjen të saj. Edhe pse rezoluta nuk ka fuqi detyruese ligjore dhe konsiderohet kryesisht simbolike, ajo përfaqëson një sinjal të fortë politik ndaj administratës të presidentit amerikan Donald Trump. Sipas tekstit të miratuar, presidenti duhet t'i japë fund konfliktit me Iranin ose të marrë miratimin e Kongresit përpara se të vazhdojë operacionin ushtarak. Një masë e ngjashme ishte miratuar më herët edhe nga dhoma e përfaqësuesve. Votimi vjen në një kohë kur brenda Partisë Republikane poshtohen rezervat ndaj strategjisë së administratës amerikane për konfliktin me Iranin, ndërsa lufta për i afrohet muajit të 5 vazhdon të mbetet jo popullore në opinionin publik amerikan. Presidenti Trump reagoi menjëherë pas votimit duke e cilësuar rezolutën si të panevojshme dhe të dëmshme për përpjekjet diplomatike në zhvillim. Një postim në platformën e tij Truth Social, ai deklaroi se ndodhet pranë arritjes së një marrëveshje përfundimtare me Iranin, ndërsa votimi i Senatit vetëm sa e vështirëson procesin. E ka vendosur Iranin në një pozicion të vështirë dhe jam pranë vullosjes së një ujdeje përfundimtare këtë vjesht. Pikërisht tani, Senati vendos të zhvillojë një votim të panevojshëm për aktin e fuqive të luftës, shkroi Trump. Sipas presidentit amerikan, rezoluta nuk do të ndikojë në objektivat e tij dhe ai mbetet i vendosur të finalizojë marrëveshjen me Teheranin. Votimi konsiderohet historik pasi shënon herën e parë që nga viti 1973 që të dy dhomat e Kongresit amerikan miratojnë një rezolutë të përbashkët që i kërkon presidentit të ndërpresë një operacion ushtarak në zhvillim.